nuk është haram nëse nuk e tejkalon masën. Çdo gjë që t'jep ty mundi mirë, s'ka nevojë me pyet a është haram a halal. Tatuja me islam, jo të gjithë, se islami ndahet në disa sekte, me qindra sekte, jo të gjithë është haram. Shumica thonë mund ta bosh, po duhet me një mas. Intervenimet estetike, me një mas. Intervenimet estetike rasti microblending. Po, jam microblending 59 vjeçare. Që dojnë me shku, mos me dalë prej vijave, shembull tek doktori edhe bojnë ndërhyrje. Ato nuk është domethënë. Shiko, unë po flas se kur është në çështje të fetvave apo dekreteve, unë nuk flas nga ajo çka unë mendoj. Po flas prej njerëzit që e kanë vërtetu se për me dhënë një dekret duhet 50 dietar më mbledh. 50 dietar thonë kështu, nëse duhet me intervenu, sidomos në fytyrë, nuk është haram nëse nuk e tejkalon masën. Për shembull, unë kam intervenu sepse kam defekt. Më janë dobësu kimet e vetullave edhe kam bërë korrigjim. Mirë po, është ma keq për mua kur ngritëm mëngjes edhe shoh veten pa vetulla, disa palidhje më ndikon psikologjikisht. Ndërkaq sot kur shkoj, unë me një microblending që e kam bë, sa bukur më duket vetja. Edhe kjo jep një pozitivitet. Çdo gjë që t'jep ty mundi mirë, s'ka nevojë me pyet a është haram a halal. Ka fakt që shumë vajza keq, ju pëlqen i bën me mundi mirë, ndoshta edhe kjo mbushja e fillerave, ka vajza që po i shohim, Iqballa ka pas me hyrë edhe në Big Brother. Kemi edhe personazhe që kanë përveç fytyrës edhe në trup, pra shumë intervenime, edhe i bën me mundi mirë. Çush kishet mendu me reagu? Ato janë pak teprume për mendimin tim, po për shembull nëse bëj unë një datë kur jam gëzu, një datë martesës, një datë fëmija parë kur më ka lindë, i dyti, i treti, apo një lule, apo një emër dashur, qose voja, ajo m'jep kënaqësi sa herë shikoj. Ama unë me pa këtu për shembull me bë fytyrën e një personit, kur e këshyri... Po ajo shija e saj. Po shija e saj.